Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi në podcastin për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi. Edhe sot, sikurse në epizodat e kaluara, temë kryesore e këtij podcasti do të jenë kontekstet pronësore. Sot me ne është zonja Ganimeti Xhelili, e cila është kryetare e Odës së ndërmjetësuesve të Kosovës, për të folur për ndërmjetësimin, që është një proces që ofron mundësi të shpejtë, të drejtë dhe më pak të kushtueshme për zgjedhjen e këtyre problemeve. Zonja Xhelili, mirë se ke ardhur. Faleminderit, mirë se u gjeta. Për fillim, çfarë është ndërmjetësimi dhe në thelb si funksionon ky proces në Kosovë për krejt ata që ndoshta nuk kanë informacione të duhura? Në thelb, ndërmjetësimi është një mënyrë paçore për me zgjidhë mosmarrëveshjet, kur dy palë ulen së bashku me një tryezë, mendimin e një personi të tretë neutral, dhe kanë vullnet për me negociu dhe arrit zgjidhje ose me i zgjidhë mosmarrëveshjet që i kanë. Ndërmjetësimi në Kosovë është i rregulluar me ligj dhe funksionon përmes ndërmjetësuesve të licencuar nga Ministria e Drejtësisë. E që regjistri i ndërmjetësuesve aktiv është i publikuar në webfaqet e Odës, ku munden mu qas qytetarë dhe me i kontaktu ata në ndërmjetësimi.com. Gjithashtu rastet në ndërmjetësim referohen përmes tre mënyrave, përmes gjykatave, prokurorive dhe me vetë inicim. Kur vetë qytetarët janë të informuar për ndërmjetësimin, e kanë një mosmarrëveshje, munden me u qas direkt ndërmjetësuesve të licencuar. Sa është numri i ndërmjetësuesve në këtë rast në Kosovë që mundet mi ofru, domethënë, mbështetje qytetarëve që kanë probleme të tilla? Aktualisht, këtë vit, Oda ka 104 anëtar që konsiderohen ndërmjetësues aktiv që po ushtrojnë profesionin e ndërmjetësuesit në Kosovë. Të gjithëpërfshijim në gjitha regionet e Kosovës. Prej cilit vet funksionon Oda e ndërmjetësuesve, ndoshta krejt ata që nuk e dinë edhe nuk kanë pas njohuri që ndoshta më herët kanë mujt me pas si zgjidhje këtë Odë, por kanë zgjedhur që të shkojnë gjykata. Në fakt, ndërmjetësimi funksionon, ligji i parë për ndërmjetësim Kosovë është bërë prej vitit 2008. Pastaj kemi ndryshimet ligjore në 2018, ku ndërmjetësimi integrohet në sistemin gjyqësor të Kosovës edhe atë prokurorial. Zyret e ndërmjetësimit mbi 20 të tilla i kemi në për gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës, me ligjin e ri pra në 2018, dhe gjithashtu ky ligj ka para pa edhe ndërmjetësimin online, që natyrisht është lehtësi edhe për qytetarët. Pastaj, me gjitha këto ndryshime, vjen edhe parashihet Oda si institucion ku e koordinon punën e ndërmjetësuesve, i mbron interesat e tyre, përfaqëson dhe natyrisht e promovon ndërmjetësimin. Pra, Oda është themeluar prej 2019 dhe po shërben si një urt lidhëse mes institucioneve, qytetarëve dhe bizneseve për me integru sa më mirë ndërmjetësimin në kulturën tonë. Sa janë të vetëdijshëm qytetarët për këtë mundësi që ofrohet për të zgjidhur problemet e tyre në këtë rast në kontekstet pronësore? Karshi statistikave që kemi vazhdimisht në ngritje, rasteve të zgjidhura me ndërmjetësim, kemi edhe vetëdijsim të qytetarëve që e kanë përzgjedhur dhe po e përzgjedhin procedurën e ndërmjetësimit. Megjithatë, mbetet ende shumë për me bë, sepse një pjesë shumë e madhe e qytetarëve tonë ende besojnë dhe mendojnë që zgjidhja vetme për mosmarrëveshjet e tyre është gjykata. Cilat janë përfitimet kryesore që mundet një qytetar me përfituar këtë rast prej procesit të ndërmjetësimit pa shkuar në gjykatë? Krahasimisht me proceset gjyqësore, procedura e ndërmjetësimit është procedurë më e lehtë e qasshme për qytetarët. Ka kosta më tolt, shumë më tolt se procedurat gjyqësore, edhe qytetarët i ruajnë raportet, mbi të gjitha raportet mes veti, sepse në seancat të ndërmjetësimit ose nëse arrihet një marrëveshje dhe ndërmjetësuesi harton atë marrëveshje, në asnjë mënyrë ndërmjetësuesi nuk merr vendim për ta. Mirëpo vendimi ose marrëveshja ndërtohet së bashku nga vetë palët, kështu që kanë zgjedhjen e lirë, është procedurë vullnetare, është më e lirë, si kosto edhe afatet kohore janë jashtëzakonisht shumë më të shkurta se procedura gjyqësore, kështu që këto janë përfitimet që qytetarët i kanë nëse e përzgjedhin procedurën e ndërmjetësimit. Dhe natyrisht nuk obligon asnjëherë me arrit zgjidhjen nëse vetë ata nuk kanë vullnet. Kur po thua që afatet janë më të shkurta se sa në gjykata, mundesh specifikisht më na tregu sa mundet me zgjat një procedurë përmes Odës së ndërmjetësuesve, të marr parasysh domethënë krahasimin me proceset që zgjatin në gjykata, kena pas që është përmend shpesh në podcast që një lan mundet me shku deri në 8-10 vjet
shqyrtim në gjykatë. Sa është kjo periudha kohore? Afatet ligjore në ndërmjetësim janë 90 ditë, eventualisht me 30 ditë shtesë që munden me kërku palët kur ka nevojë ma tepër seanca, kur rasti është ma i komplikuar. Pra, maksimum një rast në ndërmjetësim për më u trajtu dhe me u zgjidh nëse kam vullnet palë gjithmonë, zgjahet maksimumi 4 muaj. E që krahasimisht me proceset gjyqësore është kohë shumë e shkurtë që i kursen qytetarët tonë. Po. A ka raste kur ndërmjetësimi mundet me qenë ndoshta si procedurë e detyrueshme ta themi kështu, apo mbetet si çështje vullnetare mes palëve që të zgjidhet kjo proces? Procedura e ndërmjetësimit gjithmonë është vullnetare, pra palët në çdo kohë, edhe kur rasti tyne është në gjykatë, prokurori munden me kërku me provu ndërmjetësimin, ose gjyqtari që është shef përshtatshëm me rastin e tyne me provu ndërmjetësimin i referon në ndërmjetësim. Dhe gjithmonë zgjidhja është vullnetare edhe me provu dhe sa i përket zgjidhjes. Ndërsa është një kategori e rasteve të detyrueshme për rastet që ndodhen në gjykatë dhe gjyqtarët kur e shohin rastet e përshtatshme tash i referojnë në ndërmjetësim. Mirë po këtë kategori detyrohen me provu qytetarët, sikur që janë mosmarrveshjet që derivojnë nga shkurorzimi, alimentacioni, takimet, mbajtja e fëmijëve, ndomja e pronës së bashkët, kontestet nga prona e shpronësuar dhe të tjera që detyrohen me provu palët në ndërmjetësimin. Por jo me e zgjidh, nuk detyrohen me zgjidh, po me provu. Dhe nëse kanë vullnet, atëherë e zgjidhin. Në cilat raste më të shpeshta ndërmjetësoni ju si ODE dhe përmendet antarët tuaj? Ndërmjetësues në Kosovë po mendoj ligji e ka paracaktuar, ka para pa dhe e lejon që mu ndërmjetësu pothuajse gjitha rastet civile, përmenda rastet familjare, rastet pronësore, borxhet, rastet nga e drejta e punës dhe rastet penale si kanosje, sulm, lëndime të lehta trupore dhe dikon edhe 90 vepra të tjera penale që lejohen me u zgjidh përmes ndërmjetësimit. Pra në penale shkojnë rastet që janë të dënueshme deri në 3 vjet burg, pa përfshi dhunën në familje. E gjitha këto raste po referohen dhe po vinë tani më ndaj po zgjidhen në ndërmjetësim. E përmendëm edhe më herët që si ODE funksiononi që nga 2019 apo sa keni punu në promovimin e punës që e bëni ju për qytetarët? Thash po shërbejmë dhe po tentojmë vazhdimisht me shërbim si një urë lidhëse mes institucioneve, mes partnerve ndërkombëtar, mes bizneseve dhe qytetarëve. Roli jonë edhe kompetencat pikërisht janë këtu në promovimin e ndërmjetësimit, koordinimin dhe ruajtjen e interesave të antarëve tonë. Natyrisht tu tentu që këta antarë gjithmonë me konë sa më të përgatitur që qytetarët kur i përzgjedhin më nda gjithmonë të kënaqur. Të kemi arritë edhe me ndihmën e donatorëve dhe partnerëve edhe ndërkombëtar dhe institucional që janë bërë trajnime të rifreskuese, pastaj kemi pas kampanja dhe po kemi vazhdimisht kampanja vjedisuese, tryeza të tjera dhe takime me qytetarë. Pra po tentojmë që përveç që me fuqizu rolin e ndërmjetësuese dhe me u tregu puna atyne, natyrisht me krye dhe obligimet për të cilat jemi aty. Sa keni bashkëpunime me institucionet në këto raste, ndoshta me cilat institucione konkretisht edhe me komunat, se dim që ndoshta pa e marrë parasysh Prishtinën që është një komunë ma e madhe dhe dim që është kryeqytet, qysh janë bashkëpunimet me ODE në komunat e tjera? Në fakt kemi është edhe domosdoshmëri e punës tonë dhe kemi bashkëpunim të mirë. Na jemi në nën kompetencë të profesioneve të lira në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë për ka na mbikëqyr, edhe është domosdoshmëri bashkëpunimi jonë. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me gjykatat. Pra po them që është domosdoshmëri e punës tonë sepse edhe referohen rastet prej atje dhe gradualisht do vetëm më tepër po referohen numër më i madh i rasteve nga gjykatat dhe prokurorit dhe natyrisht kemi bashkëpunim të mirë me agjensinë katastrale, ndërsa me komunat kemi nevojë me intensifiku bashkëpunimin përkundër nevojave nuk është në nivelin e kënaqshëm. Ndoshta sa raste kanë rezultu të suksesshme, nëse mu i mi qujtë ashtu, në momentet kur keni ndërmjetësu ju si ODE?
A keni statistika sa raste janë zgjidhur ndoshta veç përmes procedurës së ndërmjetësimit pa vazhdu tutje? Po i kemi statistikat për rastet që janë referuar dhe janë zgjidhur nga gjykatat, gjitha gjykatat e Kosovës, rastet nga prokurorit dhe me vetë inicim kur vetë qytetarët i kanë përzgjedhur ndërmjetësues. Në tonë si ky numër i rasteve ka rezultuar i suksesshëm, pra raste të zgjidhura në vitin 2024 kemi pas 14.085 raste që janë zgjidhur me procedurën e ndërmjetësimit. E të pyeta edhe më herët, po në rastet e çështjeve pronësore, si mund të ndihmojnë ndërmjetësimit që palët me arrit një marrëveshje pa përfunduar në gjykatë? Rastet pronësore vazhdimisht po vinë në ndërmjetësim dhe për shqiptarët është një lehtësi shumë e madhe. Përmenda kohën, sepse kemi raste pronësore të cilat kanë prit në gjykatat tona mbi 12 vite dhe në seansa të ndërmjetësimit janë zgjidhur me 2 seansa. Kemi edhe raste të tjera dhe me kohë zgjatje më tepër që kanë pritur në seansa të ndërmjetësimit kanë zgjidhur më shpejt. Pra rastet pronësore po vinë në ndërmjetësim, po zgjidhen me ndërmjetësim dhe është një lehtësi shumë e madhe sepse palët munden me u qas mosmarrëveshjet pronësore janë edhe ato familjare dhe ato fëqinësore. Edhe palët po munden me u qas me njërin tjetrin, me komunikum, i zgjidh mosmarrëveshjet, në shtalë pengesat në komunikim ku i kanë pas, po pse jo edhe të njëjtat marrëveshje pastaj që po arritën ekzekutohen në zyret katastrale. Dhe kjo është një lehtësi shumë e madhe për ta. Përveç asaj kanë edhe kosto më të ulët gjithmonë edhe ja vlen për qytetarët. Kur jemi të çështjet pronësore, cilat ndoshta janë vështirësitë që hasen më shpesh gjatë procedurës së ndërmjetësimit? E përmenda që po zgjidhen, për faktin që po zgjidhen, domethënë ka një progres në këtë mes, megjithatë ende të mbeten sfiduese në Kosovë rastet pronësore, për faktin sepse rastet pronësore janë më kompleksive, kemi mungesë të dokumentacionit, kemi mungesë të përfundimit të trashëgimisë, dhe pastaj kur vinë procedurat të ndërmjetësimit na duhet prap të orientohemi ka shi legjislacioni që na lejon, po natyrisht edhe të njohim psikologjinë e konflikteve, i trajtojmë rastet edhe në mënyrën emocionale, po dhe pjesën ligjore, për me qenë një marrëveshje e ekzekutueshme dhe e pëlqyeshme për të dyja palët, pa pas humës dhe fitus në këtë rast. Sfitë mbetet kjo që në rastet pronësore kemi mungesë të dokumentacionit të shprehun dhe raste tjera kompleksive që të na ka mungu komunikimi për një kohë gjatë ndoshta mes tyne palëve që nuk kanë mujt me nda një megje ose nuk kanë mujt me përfundu trashëgimin dhe pastaj kjo i ka marrë shumë kohë. Përveç asaj, sfide kohëve të fundit që për neve u shumë serioze edhe si komunitetin ndërmjetësuesve dhe si OD që pe trajtojmë me seriozitet është këto raste pavarësisht që ka pas sukses, rastet pronësore dhe janë ekzekutuar në katastër, po vrejmë që kemi praktika jo të mira, edhe pse funksionojnë me të njëjtat ligjet të Republikës Kosovës, jo në gjitha komunat ekzekutohen njëjtë, për natyra të njëjta të kontesteve dhe me objekt kontestit të njëjtë, kemi një komunë e cila e ekzekuton sepse ka bazë ligjore dhe ka pas vullnet palëve, ndërsa e kemi komunën tjetër e cila e pezullon ndosha të njëjtën marrëveshje. Madje sfundi kemi edhe brenda të njëjtës komunë për objekt kontestit të njëjtë, marrëveshjet ndonjëherë pezullohen e ndonjëherë ekzekutohen. Dhe kjo po reflekton shumë selektive dhe natyrisht i bën dëm edhe qytetarëve që përzgjedhin procedurën e ndërmjetësimit. Po tentojmë me intensifikuar në vazhdimsi me zyret komunale katastrale bashkëpunimin, veç mas me Agjencinë Katastrale të Kosovës, sepse një procedurë që e parashën ligji, ka vullnet palëve, ka bazë ligjore, ajo me patjetër dhe ka titull mbi të gjitha, ka titull ekzekutiv, është vlen sa një vendim i gjykatës, atëherë e njëjta duhet me u ekzekutu. Pa i lanë qytetarët në pritje, është procedurë e shpejtë dhe si shpejt duhet përfundohet. Ndoshta me thjeshtësu pak më shumë për qytetarët që aktualisht ndoshta janë tu përballë me një problem sa i përket pronës, qysh munden ata me kontaktu me juve nëse duan që mënyrë vullnetare me kërku ndërmjetësim? A ka procedura, duhet me me apliku online apo duhet veç mu drejtu tek zyret? Me nas tregu në pika të shkurta. Po, nëse rasti tyne është në gjykat, ka një padi dhe që janë në pritje në gjykat, munden me kërku në çdo kohë
me provu procedurën e ndërmjetësimit. Ndërsa për rastet pronësore që ende s'kam fillu procedura, munden me u qas qoftë me pyet në OD ose direkt në webfaqe të Odës së ndërmjetësuesve të Kosovës, që është ndërmjetësimi.com. Aty kanë gjithë ndërmjetësues të aktiv dhe kontaktet e tyne. Dhe me u qas, me kontaktu, me përzjedh cilin do prej tyne, eventualisht nëse ka nevojë për informata shtesë për konsulta, munden me ardhë edhe me na taku edhe në OD. Sa është kostoja e shërbimeve? Kosta e ndërmjetësimit është e rregulluar në fakt në udhëzim administrativ, për raste që referohen prej gjykatave dhe prokurorive, kostoja është 40 euro për rast, varësisht sa seanca ka nevojë, në tonësi është rasti vetëm 40 euro, me përjashtim të rastet civile që referohen nga gjykata mundet me shku deri në 100 euro. Ndërsa për rastet me vetë referim, vetë qytetarët kur e përzgjedhin procedurën e ndërmjetësimit, pa jam sy gjykatave, atëherë fillon prej 40 eurove, por nuk jetë i kalon shumën 600 euro. Për rast. E përmendëm më herët që keni bashkëpunim me Agjencinë Kadastrale në këtë rast. So ja u lehtëson procedurën ky bashkëpunim? Në fakt na ka lehtësu edhe mënyrën e komunikimit edhe për sfidat që i kanë ndërmjetësues me mujt me i adresu ma lehtë edhe me tentu në vazhdimësimi përmirësu ose plotësu ato. Veç mas edhe ndryshimet në ligjin që ka pas katastri, parashit procedura ndërmjetësimit, kjo është edhe si rrjedhojë e bashkëpunimit mirë. Mirë po tash mbetet aktualisht ende sfida që na duhet me intensifiku bashkëpunimin për me pas bashkëpunim më të mirë edhe me zyret katastrale komunale ku po ngecim ndonjëherë. Qysh e keni mendu me përmirësu në këtë rast besimin e qytetarëve për vetë procesin e ndërmjetësimit edhe për vetë ndërmjetësuesit, këtë rast personat e Odës tuaj që merren me këto? Se ndoshta mundet me pas asi qytetar që heziton me lyp ndihmë se thot ndoshta si besoj këtij personi ose nuk mundet me ma zgjidh mu çështjen, problemin që e kam. Në fakt na e dim që besimi ndërtohet me efikasitet dhe me suksese. Pra sa më shumë që të kemi numër të rasteve të referume në ndërmjetësim, qaq ma tepër kemi pas qytetarë që kanë me besu në procedurën e ndërmjetësimit. Planet dhe objektivat tona janë që të kontribuojnë antarësisë tonë fillimisht në ngritjen e kapaciteteve dhe ata që t'jenë sa ma të përgatitun kur i vjen rastet që përgjigjen në mënyrë sa ma profesionale. Përveç kësaj dhe që është tregu sukses në këtë mes me statistika që veç i përmenda, përveç kësaj po vazhdojmë pas kampanjave disuese, po vazhdojmë pas ftyresa dhe bashkëpunime me institucione që të referohen sa ma shumë raste në ndërmjetësim. A keni statistika për këtë 6 mujorin e parë të këtij viti, sa raste keni ndërmjetësu? Nuk i kemi në fakt prej gjykata dhe prokurorive, por 6 mujorin e parë vetëm me vetë referim kanë qenë, këto që ka i kemi, me vetë referim kanë qenë 2300 raste që janë zgjidhur me ndërmjetësim për këtë vit. Po është vetëm gjysma e vitit. Vitin e kaluar me vetë referim kemi pas për krejt vitin 4106 raste që janë zgjidhur. Po shohim, besoj që mbrim të njëjtin standard, nëse jo ma shumë të kemi progres, domethënë te 4000 shitarim, po të shkojmë qysh po ecim deri në fund vitit. Kjo po nën kupton që këtë vit pas ka pas pa shumë rritje të rasteve, pasi që gjysma e krejt rasteve të vitit kalum janë vetëm në 6 Jo, mujorin. është 2300 në fakt kanë qenë 6 mujorin e parë. Tani shohim qysh po mbrime statistika dhe qysh kanë me ju qasë dhe qysh kanë me kërku qytetarët në ndërmjetësimin. E vitin e kalum 4106, veç me vetë referim kanë qenë për gjithë vitin. Nështë jemi aty, jo të regresi, po jo të progresi i dëshiruar. Për fund, cili do të ishte mesazhi juaj për qytetarët që përballen me një konflikt pronësor, edhe pse do t'ja rekomandoje procesin e ndërmjetësimit? Në fakt si cilën prezentim, unë ju uroj qytetarë mos me marrëveshje, mos me pas konflikte fare. Po me që ato po ekzistojnë jetën e përditshme, unë i inkurajoj jo vetëm të marrëveshjet pronësore, po edhe të mos marrëveshjet të tjera që mos me kriju bariera, mos me ndal komunikimin, po me tentu me i zgjidh me dialog. E në këtë mes, kur e zgjedhin dialogun, ata e zgjedhin ndërmjetësimin,
dhe e zgjedhin ndërmjetësime për plot arsye, sepse kanë me përfitu në kohë, kanë me përfitu në kosto dhe kanë me i rujt raportet e tyne dhe në shumicën e rasteve kanë me vazhdu komunikimin e mirë që deri tani ose shpeshherë ndodh që ka qenë ndërprer me palën tjetër. Kështu që i inkurajoj para se me shku në gjykat me provu ndërmjetësimin dhe me përfitu prej ndërmjetësimit për benefitet që ofron për qytetarët. Zonja Xhelili, unë falenderoj shumë për krejt këto informacione që ndave me ne dhe shikuesit tanë dhe të dëshiroj shumë suksesa në punën tuaj. Faleminderit juve. Shikues të dashur, ne shihemi në episodin e ardhshëm, deri atëherë mirëmbëjtje.